të shtuar në Shkote drenas. PDK-ja pak? Do të ose Gjavit Haliti për shembull. Gjavit Haliti kishte deklaruar se thotë dikush ka dashur të ma ndihmoj. Kështu pak të ne pas citum diku. Ka menduar ndoshta dikush. Apo për shembull kandidati tjetër i VV Sar Bereqa, i cili ka pasur votat mjaftueshme dhe ka disa mandate deputet. Unë nuk e di pse ka pas nevojë të përfshihet në manipulimin e 7-8. Po prandaj po them mos ndoshta dikush tjetër ka mundur ta bëjë. Tani edhe çka interesant se është interesant masi i përmendëm me emrat, i përmendni edhe 2-3. Hajde. Për shembull rasti i Besnik Krasniqit nga AKA. AKA natë me 28 dhjetor janë ditur rezultatet. Edhe është ditur që AKA do t'i ketë 6 kandidat. Edhe numërimi ka fillu tek tonën për kandidat. Edhe Besnik Krasniqit në çdo parametër ka ditë që s'ka shans me qenë deputet. Unë nuk e di pse i kanë mbyllë me shtu 300-400 vota. Ka shumë pikpyetje në krejt këtë proces, ka shumë pikpyetje sepse mundet me gjetë motivin, është o motiv me forcu veten mbrana partijës, nështë ta veta paqarisi o motiv me forcu në Parti Demokratike, me kërku pozit në pushtetin lokal, ku e ka parti. Domethënë, unë mendoj që vetëm gjykata duhet t'i gjej këta motive edhe të njerëz të arsye. A ka mësim që merret nga kjo? Që mund mos bëhet. Po si përmirësohet kjo? Kjo përmirësohet duke i hetuar, duke i faktuar, duke i dënuar gjithë ata që kanë qenë përfshirë. Kam si praktik që mos bëhet që të ndalohet në të ardhmen. Si praktik normalisht që KQZ duhet të regrutoj njerëz. Unë mendoj që me integritet më të lartë, me dignitet. Po në disa shtete për shembull nuk janë komisionarë nga partitë.